profesor. Me një emocion që na përshkoi të gjitha. Talentet e liceut artistik Jordan Mise, ndërkohë do të dia këto aktivitete i bëni shpesh për ditët e dëshmorëve, është aktiviteti veçantë, apo ishte thjesht një përgatitje për emisione? Si ishte kjo pjesa? Normalisht gjitha këngët që i përkasin periudhës luftës dytë botërore, luftës partizane, mësohen në programin mësimor, ashtu siç është pjesë e historisë që njihet si histori, ashtu edhe mësohen këngët. Këndohen në mënyrë të natyrshme për festat e nëndorit, ditët e shënuara që përkujtojmë në dëshmorët e asaj periudhe. Mirë, kjo është pjesë e programit mësimor dhe ne domethënë ndjem shumë të nderuar sot që i kishim në studion e emisionit tonë dhe ishte një kënaqësi vërtet fantastike me një zot mrekullueshëm. Jo shpesh bie rasti ti dëgjosh, ë? Po, në fakt gjithë kori, bile se është vetëm një pjesë e korit, se le të themi që është një, po, sigurisht. Dhe sot erdhëm për hir të studios tuaj të vogël, kaq. Na falni, ata që nuk janë këtu duhet na falin, ëh. Mbushën studion me shumë patriotizëm, me shumë dashuri, që na përcollën edhe neve që po i dëgjoni. Në mënyrë kështu të natyrshme, këto në programin mësimor, ashtu siç marrin edukimin klasik, të veprave të kompozitorëve klasik Mozart dhe Beethoven, marrin të krijuesve dhe kompozitorëve shqiptar, ashtu marrin të kësaj periudhe që ka karakterin historik. Mirë, ne ju falenderojmë shumë që ishit sot me ne, me këtë minutazh dhe që na përkushtuat këtë rëndësi. Faleminderit dhe juve, faleminderit që ishit sot. Ndërkohë, ne do ja kalojmë linjën regjisë, do të themi sërish në studio, të vazhdojmë për emision, do të flasim sërish për 5 majin, por do të kemi të rinj tashmë, të cilët në këndvështrimin e të rinjve. Okej, linja për regjin.